normalisht që gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës mund të vinë 7-10 raste me picëkime insektesh, me klinika të ndryshme, disa më herë me klinika të shprehura, që kanë marrë ndihmën e parë pranë urgjencës Belç, pastaj janë referuar pranë familjes, në raste të rrallë janë referuar pranë urgjencës Elbasan, ku nuk është menaxhuar situata me autoambulancë. Rastet, padyshim që bëhet fjalë për zonë bujqësore, por rastet që paraqiten në urgjencën Belç janë për një popullat rreth 35.000-40.000 banor. Kështu që mund të quhet edhe shifra optimale për zonën bujqësore edhe për Shtinën. Këshilla janë për fermerët, për rastet picëkimi insektesh, do të jetë të ruajnë qetësinë, puna e parë. Pastaj të paraqiten tek profesionistë shëndetësor më afër, edhe padyshim pranë urgjencës Belç. Do të marrin shërbimin me pak të infermierët e pikave shëndetësore në lagje, mjekët e familjes apo urgjencës rast pas rasti. Ndërkohë, në çdo situatë emergjencë apo si ta gjykojnë qytetarët, njoftohet numri 107 pra qendra kombëtare e urgjencës mjekësore, e cila ka pjesën e vet në shërbimin ndaj qytetarëve. Padyshim që edhe pjesë e urgjencës kombëtare është edhe urgjenca Belç. Ndoshta përkujdesja ndaj veshja, punët e bujqësisë, gjatë orarit të mëngjesit apo të pasdites, shmangja e temperaturë e punëve në ato fashe të temperaturave të larta në orën 11 me 15 me 17. Këto do kisha këshilla më shumë që të përkujdesen, për ndërkohë pastaj nga kultura shëndetësore mirë do ishte që persona që kanë risk nga picëkimet apo çfarë, gjithmonë nëse do shkonin diku në punë të tyre, një çantë të vogël mund të mbanin diçka, duke marrë këshillën e mjekëve apo të profesionistëve shëndetësor, preparate, medikamente të cilat përdoren në raste urgjencës apo picëkime nga insektet, për të shmangur një klinikë të shprehur në moment. A keni pasur raste dhe të picëkimeve nga gjerpërit, sepse konsiderohen kam shtypjen ndër picëkimet më të vështira ose më të rrezikshme për jetën e njerëzve? Raste mund të kenë pasur 1-2 raste, po raste në urgjencën Belç nuk kemi pasur raste të, padyshim raste të shpeshta. Në vite kemi pasur raste, ose pritën raste gjithmonë, po jo të shprehur, jo të raste të. Cilat janë rastet më të shpeshta që paraqiten qytetarët nga picëkimet nga insektet? Kush janë ato që dominojnë? Picëkimet nga bleta dhe gërsa. Edhe nga tash mund të quhen insektet të tjera të cilat japin klinika që shfaqin klinikën një urgjencë mjekësore. Nxjerr sa s'kam për të martu mama.